Nuk ju vjen keq për humbjen si nocion kombëtar më shumë se sa si nocion Shifet tani në Brvenicë, deri tani ka qenë kryetar Jovica. Dhe kjo është hera e dytë, pra mandati i dytë i kandidatit aktual apo i kryetarit aktual që po menaxhon me komunën e Brvenicës. Dhe këtë komunë, kur është ndruar hera e parë, duhet të mbajnë përgjegjësi ato herën e parë që erdhi dhe pse erdhi deri të ndrohet komuna, dhe ne i dim shumë qartë si ka ardhur deri atëherë dhe çfarë u bë deri atëherë. Tani ka qenë një betejë, një garë lokale ku çdo kush ka dalë të konkurojë, të kandidojë, dhe unë mendoj se gara ka qenë pa incidente, ka pas gabimet e veta dhe të mirat e veta, po ato ja lëm kohës dhe çdo kush le të mbajë përgjegjësi për mënyrën se si i ka bërë gjërat. Fragmentimi mes shqiptarëve, po them fragmentimi politik, nuk po flas për ndryshime të individëve apo qëndrime që në politikë janë të pranueshme, po fragmentimin vetvete. A e ul peshën negociuese të shqiptarëve në pushtetin qendror? Jo, do të thonë unë një Do të thënë edhe kështu si jemi të fortë. Dhe mund të negociojmë gjithçka që mendojmë se na takon. Njëherë gjërat janë të qarta për arsye se kandidatët për kryetar komunash janë të gjithë qytetarëve. Kjo duhet bëhet e qartë. Ne kemi kandidatin Çajir në Tetov, kryetari Kasami është kryetari edhe i Maqedonasve në Tetov, si kryetar komune, por nuk është kryetar i Maqedonasve në aspektin politik, se ato ndahen në VMRO, ndahen në LSDM, ndahen në Levica e kështu me radhë. Mirë, po si kryetari i bashkisë apo i komunës, ajo është kryetari i gjithëve. Edhe gjithashtu, edhe gjithandej duhet të jetë kështu dhe ashtu është. Gjithë ata që nuk e respektojnë këtë parim, do të thotë nuk janë kandidat të denjë dhe të duhur për komunën e caktuar apo komunën e vet ku garojnë. Dhe nuk ka ndonjë dilemë apo mendim tjetër në këtë aspekt. Ti nuk mund të jesh kandidat për kryetar i komunës apo i bashkisë i një grupi qytetarëve. S'mund ndodh ajo, të paktën jo te unë dhe jo te ata që unë i kam në partinë time. Kështu që në këtë aspekt, përderisa është kështu, ne nuk mund të kemi fragmentime apo çështje. Ne mund të kemi gjëra që vërtet në aspektin nacional do të jemi të kujdesshëm. Ne nuk mund të dalim në televizion apo në publik dhe të shohim një nacionalitet tjetër dhe të kërkojmë pastaj vota nga ai nacionalitet. Edhe e kundërta, as ata nuk mund neve të na shohin dhe të jemi ne përgjegjës pse si kanë marrë votat. Se ti një grup qytetarëve që i kërkon votat, nga cilët i kërkon votat, ti i ke sharë, apo ke qenë i pakujdesshëm, apo i ke nënçmuar, apo i ke përbuzur, shumë e qartë. Këtë aspekt, pra të them, lokalet përgjegjësia i bie drejt për drejt kandidatit dhe duhet të jetë shumë i matur kandidati se çfarë flet, me kënd flet, kundër kuj flet dhe ndobi të kuj është ajo që e flet.